Të nderuar besimtar, vëllezër e motra, të nderuar qytetarë të Kosovës. Nesër, muslimanët anëkën botës nisin agjerimin e muajit të bekuar të Ramazanit, prandaj më lejoni që në emër të Kryesisë së Bashkisë Islame të Kosovës dhe në emrin tim personal t'ju uroj dhe t'ju drejtohem me përgëzimet më të mira, duke ju dëshiruar që këtë muaj ta jetoni me të gjitha mirësitë e begatitë e tij. Agjerimi për besimtarët është një ibadet që bart në vete përkushtimin, vendosmërinë, bindjen, urtësinë, devotshmërinë, sinqeritetin, dashurinë, sakrificën, unitetin, tolerancën e mirëkuptimin. Vlera këto që e ekuilibrojnë njeriu, e vestikrojnë shoqërinë, si dhe ndikojnë në reflektimin për hyjnoren, njerëzoren e humanën. Përmes agjerimit besimtari më së miri shpreh njohjen, bindjen e sinqeritetin ndaj Krijuesit, nga se ky ibadet bëhet vetëm për të, me bindjen e plot që Krijuesi do të shpërblej në botën tjetër. Për këtë, Allahu xhaleshanuhu në Kur'anin Fisnik thot: Muaji i Ramazanit është ai në të cilin zbriti Kur'ani, që është udhërrëfyes për njerëz dhe sqaruesi i rrugës së drejtë dhe dallues. Prandaj, kush e arrin prej jush këtë muaj, le të agjeroj, mbaron citati. Muaji i Ramazanit është muaji në të cilin besimtarët shtojnë ibadetet, rrisin dëshmërinë, rrisin kujdesin ndaj njëri tjetrit, bëhen më human, më të dashur, më paqësor, më social, më familjar e më të devotshëm. E pikërisht këto janë fadiletet, të mirat, dobit dhe synimet e agjerimit të këtij muaji të Ramazanit. Ardhja e Ramazanit na rikujton, po ashtu edhe shumë ngjarje me rëndësi të veçantë. E mbi të gjitha na rikujton fillimin e zbritjes së Kur'anit Fisnik, dhe është muaji i Kur'anit, na risjell natën e Kadrit me të gjitha kimetet e saj, me pastaj me saktësinë e tij, na ofron të gjithëve në të njëjtën kohë rreth sofrës së iftarit dhe të syfyrit, na të bën rreth nimeteve, bereqeteve të Allahut të madhëruar. Na drejton për të skamnorët, të jetimet, dhe na ofron me të gjithë nevojtarët. Pikërisht për këtë i dërguari i Allahut, Muhamedi alayhis salam ka thënë: Ai që agjeron Ramazanin me bindje, sinqeritet dhe përkushtim të plot, do t'i falen mëkatet e tij më të hershme, mbaron thënia. Të nderuar vëllezër e motra, Ramazani i si vjetshëm vendin tonë gjen në një proces të rëndësishëm për të ardhmen e tij, përkatësisht në zgjedhjet nacionale, kurse qytetarët para obligimit për të thënë fjalën e tyre. Prandaj urojmë dhe shpresojmë që gjatë këtij muaji të rahmetit e mëshirës, spektri ynë politik, pjesëmarrës në zgjedhje do të zhvillojë një fushat dinjitoze të përgjithshme të qytetëruar, kurse dita e zgjedhjeve të jetë një ditë feste e gëzimi për të gjithë ne. Nga procesi i zgjedhjeve dhe nga muaji i bekuar i Ramazanit, lutemi që të dalim edhe më unik, më të bashkuar, më të fortë, më të konsoliduar dhe më të përgatitur shpirtërisht dhe institucionalisht. Vëllezër e motra, lejoni që edhe një herë me rastin e fillimit të muajit të bekuar të Ramazanit, që shpreh urimet dhe përgëzimet e mia më të mira të gjithë besimtarëve të besimit islam kudo që gjenden. A në veçantë ju uroj vëllezërit tanë në diasporë, duke lutur të madhin Zot që të na pranojë agjerimin, veprat tona të mira, namazin, sadakan dhe ibadetin ton në përgjithësi. Le të na shoqërojë të gjithëve mëshira e Allahut dhe falja e tij, dhe na qoft për hajër ky Ramazani Sherif.